Në qoshka e koleksionistëve në Korçë do të vinë një sër ekspozitash interesante gjatë muajve të fundit të vitit, me tematika të festave dhe ngjarjeve historike. Koleksionisti Mirgen Shambli tregon se ka parashikuar të prezantojë foto e dokumenta nga ngjarja e çlirimit të Korçës, foto të vjetra të qytetit të Korçës dhe zonës së pazarit, zanatet e vjetra, ndërsa nuk do të mungojnë edhe kartolinat e fundvitit, si dhe një ekspozit interesante me gazetat e vjetra. Kam planifikuar afërsisht mund të themi 5-6 ekspozita që do bëjmë tematikat të ndryshme që janë. Fillojmë e para do të jetë me çlirimin e Korçës, që është në datën 24, me materiale të ndryshme, dokumente fotografike, materiale origjinale, ditare, partizane, foto të ndryshme. Dhe në vazhdim mund të flasim për fotografitë e Korçës, të qytetit, në zona e pazarit këtu. Është një tematik tjetër është zanatet dhe profesionet që kanë ekzistuar këtu në pazarin e Korçës dhe në qytetin e Korçës. Vazhdojmë këtu prapë në pazari, do kthehemi me festat e fundvitit, me kartolinat e urimit, që e kanë për të vjetat, po them ta rishfaqim dhe njërë, ta rikthejmë dhe njërë si ekspozitë, sepse është interesante dhe kanë gjallur interes domethënë tek njerëzit që e shikojnë. Mirgen Shambli tregon se ka shumë vite që koleksionon objekte, dokumenta, foto e gjithçka tjetër. Ka qenë të shumta ekspozitat që ai ka çelur te qoshka e koleksionistëve, por edhe në ambiente të tjera në qytet, për të cilat interesi dhe kurioziteti për t'i parë është mjaft i madh. Ka edhe njerëz që ofrohen të blejnë objekte të ndryshme, por Shambli ofron vetëm shkëmbim në rastet kur ka dy objekte të njëjta dhe mund të përfitojë një tjetër që nuk e ka.